e madhe kjo feja e kësaj grus në ungjillin e sotëm. Tetë e madhe. Edhe pse ndoshta për shumë këna është e huaj, edhe pse nuk i përket besimit të popullit hebrej, edhe pse nuk bën pjesë në asnjë prej praktikave të realitetit religjoz, prap se prap ajo ngul kam. Është e qartë na çka kërkon. Kamulja ndoshta në shumë raste çon në të keqen, edhe pan që të fiksohesh. Nërsa kur kamulja ka qartësinë përbrenda, atëherë mundesh me ndryshu gjithçka. Mundesh me shtru mentalitete, mundesh me shtru mendimet mbi ty, edhe ato idet apo ideologjitë që kanë bërë mbi ty, e nga ana tjetër, mundesh me shndru edhe zemrën e Zotit. Njëri i cili din me kamul për dashni të mëdha, është njeriu i cili në jetë, në botë, në shoqëni, ka mundësi me bë ndryshime të mëdha.